Bordi i Transparencës njofton çmimet e reja të karburanteve. Bordi i Transparencës ka njoftuar këtë të enjtë çmimet e reja të karburanteve, ndërsa në njoftimin zyrtar theksohet çmimi i shitjes me pakicë nën produktit gazoil, i cili do të tregtohet jo më shumë se 187 lekë për litër, ndërsa shitja me shumicë jo më shumë se 175 lekë për litër. Ndërkohë çmimi i shitjes me pakicë nën produktit benzin do të jetë jo më shumë se 174 lekë për litër, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 162 lekë për litër. Sqarohet se çmimet e caktuara nga Bordi i Transparencës do të hyjnë në fuqi duke nisur nga kjo e njëjtë datë 28 maj, prej orës 14 do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të Bordit të Transparencës, ku do të pasqyrohen sërish ndryshimet e çmimeve të shitjes së karburanteve, naftës dhe benzinës. Bordi i Transparencës tërheq vëmendjen e çdo operatori të shitjes me shumicë dhe pakicë nën produkteve të naftës mbi detyrimin e zbatimit të këtij vendimi. Në rast të shkeljeve, sipas Bordit të Transparencës, për operator të ndryshëm do të vendoset pezullimi i aktivitetit. Ndërkohë Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit së bashku me Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë theksoi se janë të angazhuar të mbrojnë interesat e konsumatorëve shqiptar dhe ruajtjes së parimeve të konkurrencës së ndershme në treg.